filloi të nxihej ajo trungu, edhe ta nxish kokrën mirë. Ti nuk ke nevojë për një vajtësisë zogë, ti ke nevojë për një vajtësisë mirë. Kjo është koha për të marrë vajtësisë. Ke filluar. Prodhimi këtu është shumë i mbar, jallën këtë pemën e vogël, duke parë domethënë në këtë gjendje kaq të mbar e të lidhje kaq të mirë të frutave, ne ja dedikojmë të gjithë përdorimit të plehut të azoferdit. Është një nga ushqyesit më të mirë në tërësinë e tij, duke bërë një aktivizim të gjithë florës bakteriale dhe të gjithë elementeve kimik që ka toka brenda. Kjo ka bërë që kësaj bime apo bimëve në tërësi të plotësojnë gjithë kërkesat për të ushqyer normal. Ky është kapaciteti biologjik i kësaj, si lloj korone që është, domethënë ka vënë të gjithë potencialin e vet e ka shfrytzuar brenda kësaj periudhe. Një nga treguesit më të rëndësishëm këtu është edhe rritja e rezistencës ndaj sëmundjeve dëmtuese. Praktikisht në këtë blok nuk është bërë asnjë lloj spërkatje, domethënë duke filluar përveç një spërkatje dimërore gjatë periudhës së janajit, po që nga maj me lidhjen e kokrave edhe deri sot që ne po e vjelim, nuk është përdor asnjë lloj spërkatje. Dhe po ta shikosh çubimin edhe nga gjethet edhe nga frutet, është shumë e pastër, domethënë nuk ka asnjë infeksion nga syri po tallojt, asnjë infeksion domethënë nga tenjat jeshile, po kështu asnjë infeksion domethënë nga miza e ullirit, e cila dëmton kokrën dhe kokra më tej pasaj cilësinë e bardhë.